Qershori është dita e të vegjëlve tanë, prandaj gjithë vëmendja u takon atyre, por nuk duhet harruar që kjo datë korrespondon edhe me ditën botërore të qumshtit. Në një botë gjithnjë më të pasigurt në siguri ushqimore, ne nuk gjetëm kohë për një element kaq të rëndësishëm të dietës tonë të përditshme. E nëse fokusohemi tek Shqipëria, gjithnjë më shumë lajme të kopshme sponsorizohen apo janë të vërteta, teksa qarkullojnë portaleve pa kontroll e pak mediave të besueshme. Do të që kujtohemi për atë që konsumojmë kur diçka e padëshiruar zbulohet, por tek ne në çdo stin ka një ngjarje. Për këtë flasim. Pasi me mua në studio është presidenti i Urdhrit të Veterinarëve, Ervin Resulin Bashkohet. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për ftesën. Unë nisa me qumshtin sepse është më i preferuari, por ai i dhive dhe deleve lidhet me një shqetësim të madh të ditëve të fundit që ju e keni ngritur si alarm në rrjetet tuaja sociale. Çfarë është? Për te më shumë se një alarm, në fakt është një lloj sensibilizimi në cilët një nga aleatët më të mirë në këtë fushat dhe në këtë, po themi, problematik që tashmë gjendet në tufat e deleve dhe dhive është edhe media. Sensibilizimi konsiston në prezencën e një sëmundje në Shqipëri e cila njihet si mortaja e deleve dhe dhive. Që të paktën tashmë në territorin shqiptar janë konfirmuar të paktën 7 vatra. 7 vatra. Të cilat varojnë në Shkodër, në Dibër, në Skrapar, kufi me Dibër në Tiranë, në Korçë dhe kështu me radhë. E thënë ndryshe, po flasim për një sëmundje e cila së pari, për të mbledhur te konsumatori me qenë se ju e përmendet qumshin, ka të bëjë me një sëmundje e cila nuk e prek konsumatorin dhe nuk ka një impakt negativ tek shëndeti i njerëzve. Dëmi më i madh që i bëhet kjo sëmundje është dëmi ekonomik dhe financiar. Duke qenë se është një sëmundje që ka një mortalitet apo ngordhshmëri të lartë të kafshëve dhe kryesisht deleve dhe dhive, atëherë bën që Shqipëria të paguajë një faturë të shtrenjtë për sa i përket frenimit, shrenjosjes dhe kontrollit të kësaj sëmundje. Në të kundërt, do kalojmë në një lloj shfarosje të blegtorisë shqiptare e sidomos deleve dhe dhive. Duke marrë në konsiderat që në 5 vitet e fundit nuk është se jemi në ditët më të mira, apo të paktën sipas statit, nuk jemi në rritje të këtij sektorit. E thënë ndryshe, kjo e ngre situatën në një pikë alarmi, edhe në fakt institucionet shtetërore u bën që nga rasti i parë në datë 4 qershore deri më sot, pothuajse janë një lloj alarmi për ta menaxhuar dhe kontrolluar këtë sëmundje, pasi përveç shërbimit veterinar e ka të pamundur një problematik kaq të zgjeruar në nivel kombëtar me një rrezikshmëri kaq të madhe për delet dhe dhit, ta menaxhojë dhe ta kontrollojë vetë. E kështu thirrët ndihmë aleati i parë media për të informuar, pasi vetë blegtorët janë mbështetësit kryesor dhe frenuesit kryesor të kësaj sëmundje. Në të gjitha vatrat ka pasur një fenomen. Kafshët janë blerë në treg dhe janë futur në tufa të shëndetshme. Dhe kjo ka bërë që mbas që tufa të infektohet dhe të kalojë gjithë procedurat ligjore deri në eliminimin e saj. E thënë ndryshe, në fakt ne jemi përballë një lloj, siç është rasti i Covidit tek njerëzit, në rastin konkret jemi te delet dhe dhit. Nuk duhet të ketë shitje, nuk duhet të ketë blerje, nuk duhet të ketë lëvizje, nuk duhet të ketë bashkim të tufave. Pra kjo është thirrje më shumë për blegtorët. Blegtorët, e drejtë. Ju ngrini alarmin edhe tek ata që mbledhin qumshtin. Ata si ndikojnë në përhapjen e kësaj sëmundje? Ka një sër mënyra se si infeksioni nga transmetohet. Të paktën asgjë deri më sot nuk lind nga hiçi. Infeksioni nuk lindi dhe nuk u rrit në Shqipëri. Ai erdhi nga vendet cilat e kanë vuajtur këtë gjë një vit më parë. Bullgaria, Rumania edhe Greqia përgjatë 2024 kanë qenë vatra dhe prezencë të kësaj sëmundje. Çka do të thotë që shumë gjasat janë që vendet Bashkimit Evropian e kanë transmetuar virusin drejt Shqipërisë. Qoftë edhe nëpërmjet kontrabandës apo tregtisë paligjshme, qoftë edhe nëpërmjet falsifikimit të dokumentave në rrugë doganore. Këtë deri më sot nuk e dim. Hetimet do nxjerrin vimësi. Kushtet për të transmetuar këtë virus janë: së pari, kafsha në mënyrë drejt për drejt, pra kontakti drejt për drejt me kafshët e smura. Në bashkimin e tufave që bashkimi i tufave që tham, ose shkoja në tregje ku bëhet kryqëzimi i sërkafshëve. Mjetet e mbledhjes qumshit, ato të cilat shkojnë çdo mëngjes në çdo stan, marrin infeksion nga njëri stan dhe shkojnë te tjetri dhe bëjnë gjithë shpërndarjen në një zonë të caktuar. Nuk përjashtohet edhe nga rëndësia, por e fundit,
ushimet. Nëse ne blejmë ushimet të kontaminuara dhe i sjellim nga ferma jonë, rrezikojmë të kontaminojmë edhe tufën tonë. Një gjë të mirë ka në këtë periudhë ky virus, të paktën që disi na e pa kohë në aspektin e menaxhimit të situatës. Rezistenca e tij në temperaturat larta, duke nisur që nga temperatura e trupit njeriu 37 gradë, që rron e ka jetëgjatësinë e tij në natyrë diku 2 deri në 3 orë, e deri në temperaturën 56 gradë që nuk i kalon 2 minuta, kjo e bën që ky virus të jetë më pak virulent. Dhe nëse në një zonë të caktuar ka qenë një ditë më përpara një tufë, kjo bën që tufa tjetër të ketë gjasa të paktë për të kontaminuar. Pasi virusi eliminohet nëpërmjet sekrecioneve të hundës, syve, plagëve të gojës edhe kështu me radhë. Të gjitha këto, duke molepsur natyrën